Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahut azza wa jalla, të falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto ende poshtë jemi duke folur rreth hadithit të parë të 40 haditheve të Imam Neveviut. Dhe hadithi ka të bëjë me niyetin. Hadithi ka të bëjë me niyetin që tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, innamal a'malu binniyat, veprat shpërblehen sipas qëllimeve, sipas nieteve. Për këtë hadith jemi duke folur poshtë që me kuptu se senet, pjesa dërmuese e gjërave të dinit, pjesa dërmuese, mbarët prej, mos tam krejt, nëse ka një përjashtim të vogël, mbarën prej nieteve, për shka je duke bërë atë vepër. Nëse je duke u falë, për çka je duke u falur, nëse je duke agjeru, për çka je duke agjeru, dhe cilën është qëllimi jëtë i agjerimit, nëse je duke kry një punë të madhe, një të mirë, që përpiqesh m'ia bën në njeriut, ose në sadak me dhon, krejt këtu mbarën se çfarë qëllimi, çfarë niyeti ki prej asoj vepre. Ne përmendëm pak herë në kaluar që a e keni vënë që dallohet namazi sunnet, nështë këtë me rëqat janë të njëjta. Vetëm se niyeti është ai qëllimi jëtë në brendësinë tonë, në zemrën tonë, ban me dallu mes atij farzit të sunetit. Përndryshe, nuk të figuron tyje se ti je duke u fal sunet, ose je duke u falur farz, nuk të figuron. Vetëm se kjo krejt mbarët prej niyetit që ka të qyshe nise, ose nafile krejt, që është të këna përmen edhe tek agjerimi, me njet, aja që ajo dit, prej imsakut deri në perëndimin e gjellit, deri në perëndimin e pomendaj deri në akşam, krejt njëti është, agjerimi është i njëjtë, vetëm se mbarët, që është kime nejtë pa hongër, pa pipa, vetëm se mbarët tani çfarë njëti ki. A përshë që është lidhen senet me njetë. Pastaj me tonë drejtën ka njëherë, gjërat, për shkak të njetit, qëllimit tanë, ka njëherë dallohen ato që ka janë ibadete, prej atyne që ka janë adete. Për shkak njeti, qëllimi që ti e kim brenda, të banë ty me ta dallu ibadetin prej adetit. Ose për një diçka të zakonshme. Për shembull, njoni kthehet prej punës së tij. Edhe do në mu pastru. Mirë po, me këshy realisht, nështë i ka rastis që është bon gjunëb i papastërt. Gjunëb, që është obligim pastrimi madh. Mirë po, ai është të dosh mu pastru, veç për qef, mu relaksu, me qlo trupin pak, me i dhonë fuqinit të trupit veç kështu, me hek plohnin e ditës që ju ka bon. Kjo është qëllimi veç për qëta. Do në mu pastru. Mirë për në fakt ajo është gjunëb. Aja mërmenja si që kjo person ka të drejtë mu folë, që kjo person është i pastërt, që kjo person e ka kjo gjunëb blokun, pastrimi për gjunëb blokut, përgjigja është ju. Se kjo njeti ti s'ka qenë me këtë pastrim mu pastru prej gjunëb blokut, për ka qenë thjesht mu relaksu. Dhe Allah e boft khajr, nështë shumë e njeri sot, të rrethit tonë që na rrethojnë, shumë prej tyre nështë hecin a për tokë, janë gjunuba. Se kam përfyrje. Por veç po të me të kaldu sa e rëndësishme është njeti me regullu njetin. Hecin a për tokë gjunuba, të papastër. Pse? Se ato ndoshtë i afruhen qoqeve, i afruhen bashkëshorteve të tyre, por
Ai nuk e din që do tash kur shkesh mu pastru, do të më pos njëtin mu pastru për gjinëllokut. Ai nuk e ka këtë njët hiç. Veç se ju ka afru bashkëshortës, edhe tash do mu pastru veç. Amo jo me hek për gjinëllokut. Ai krejt ditën e tij është dhe e rrit të vjerani mu pastru herën tjetër, është duke ecur mbi tokë si njëri gjunub. E drejni, sa e rrezikshme është mos me pas kujdes në njëtin tanë çka ti e ban. Pra nëse njoni, këtë rast do të me bo njetë në mendjen e zemrën e ti, se jam duke u pastru prej zhënublokut, edhe tani shkën rënditja. Nësa veç hajtë për pastruna, pa e bo njetë për mu heka atër shkën gjithë ditën, je gjënëb. Allah e bëtë khajrë. Tani kur jesi gjënëb,ës pranohet, as namazin nuk pranohet, veç me kon rast urgjent, as namazin nuk pranohet, edhe senet e tjera që ka ndalohen prej gjënublokut. Po e bi vesh një hadith me të regu se sa i rëndësishëm është njeti. Do të bi disa të tjerë në vazhdim në ditët e ardhshme, vetëm se kësaj rrallë po e bi një hadith që ka transmetuar Imam Muslimi, unë e bi versionin e tij, mi po ka në Buhari e njëjta me pak ndryshime, ka edhe në koleksionet e tjera si Imam Ahmedi dhe të tjerëve. Unë po e bi si kënglush kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që vjen prej Buhari's, për më na tregu neve se sa e rëndësishme është ti me ndrish njetin. Sa e rëndësishme është senet mi bo me njet për hir të Zotit. Më na lë mësim, nëse dën më të pranu namazit, do të jetë namazi veç për hir të Zotit. Nëse dën agjerimi çështë, nëse dën tash pastrimi çështë, nëse dën abdesti, ne unë ka mundësi me abdest. Në saktën, shumica djetarëve kënë hezë nga kjo që ka mundësi të kërejtje në rregull të morë abdest. Po njëti se ki për abdest. Amo qëtu që në tyri lona pet, s'ki abdest. Të shumica djetarëve kënë hezë qështu. Dhe shumë bashkërë këto kënë po të saktën. Dhe më thonë, s'ki abdest. Mi për në këta ditë, po e përmendi, tha pejgamberi a.s. Njerëzit e por që Allahu ka mishtin në llogari. Njerëzit e por që Allah ka mi pytë në ditën e gjykimit, a din cilët janë? Tha pejgamberi a.s. të por për tyne, i të banë Allah një 3 kategori njerëzish. E të banë dëshmorin, shahidin, edhe janis me pytë. E të banë alimin, djetarin, lexuesin e Kur'anit, edhe janis me pytë. Edhe të banë sadaka dhënsin, atë që është dorëdhënsi madh, e të banë. Prej të porve janë nis llogaria me çta njerëz. Kjo është interesant, që llogaria nis me ta. Edhe ato që ka dhënë më shumti, më të rëndësishmin, ose që ka dhënë dhe jetën e vet, edhe pasurinë e vet, që ka dhënë jetën, dëshmorin. E të porin, hajde thot ku më dhon ty, ku më dhon. A i pranën një metët që unë t'i ka më dhonë. Thëtë po i pranëj. Edhe a i pranën një metët që t'i ka më dhonë, djetarët kanë thonë që ka për qëllim me këtë hadith, me këtë fjallë, pejgamberi. E ka për qëllim, a pranën që unë ty t'a dash fuqien, unë ty t'a dash mundësien me shku me ra dëshmor, unë ty t'i hopa rrugët, unë e krejt. A i pranën këtë një metët, po i pranëj. Atëherë, ku e shfrytëzohet i këto? Që unë t'a dash mundësin, me ra dëshmor, me bo luft për hir të Allahut azza wa jall. Ku është shfrytëzove këtë fuqi? Tha, ja kthen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja kthen ai, që këtë o Zot i madh e shfrytëzova për ty. Edhe kam luftu, derisa kam ra dëshmor. Kam luftu veç për ty. A din si ja kthen Allahu azza wa jall? Allah azza wa jall për shkak njetit që se ka posur të mirë. Për shkak qëllimit, dysove, që ishën kjo. Për shkak qëllimit njetin se ka posur të mirë, Allahu azza wa jall i thot kedhebt, gënjeve. Dhe me një version tjetër, ju të këton të muslimit është orë se apet edhe me leket që i korrethit, që po e ndëgjojnë tashti skenën se shka po ndodh, pyetje përgjigjet nga ana e Allahut ndërtim e rubin, është orë në version tjetër që kur Allah i thot gënjeve, edhe me leket rrethujnë gënjeve. Allahu i thot,
ti nuk ke këtë fuqi që ta dhash unë, fuqinë, forcën, strategjinë, mundësinë, rrugë që ti hapa krejt që ti me radhë dëshmur, se ju gjithë kujt me radhë dëshmur, Allah ja mundësan, ta unë krejt ti hapa rrugë, ti tha këtë nuk e bëre për mu. Po që bëre? E bëre veç me të dal emri si njeri shugja, njeri guximtar, trim. Dhe tha Allah Azza wa Jall ja kthen vaqat qil. Edhe të është thënë çështu. Të është thënë për njerëzve ndonjëse për çata e nisë punën. Se hadithi po thotë veprat sipas njeteve, çdo njeri merr ato për cilën ka bën jetë. Edhe të është thënë trim, bujar, trim, guximtar. Thotë ti gënjeve, se ke bo, nuk e ke dhënë jetën tonë për mu, por e ke dhënë për me dal emri dhe me thonë që je trim, dhe të është thënë dhe i thotë melekëve që janë ankas, që Allah ka kriju ankas për dënimin e atij që Allahu dën, edhe i thotë kapne dhe ngriheni zhag për fytyrën e tij dhe hedhne në zjarmin e xhehenamit. Llogarit. Me njerin që e dha pasurinë, e dha jetën. U shumë pozitë veçantë kjo. Edhe qatina me i thonë të parit. Me i thonë me lekve kape ngrihne për fytyrë zhag edhe që në hedhne në zjarmin e xhehenamit. Pse krejt kjo? Pse kjo në gjohë kjo s'kin kështu? Për njeriun që edha jetën edha pasurin. Veç për shkak se njeti ti s'ka qenë i pastër. Njeti ti s'ka qenë për Allah. A pa veni sa e rëndësishme është ju veprat kur i bani ne. Kur i bëjmë veprat e tona me qenë veç për Allahun. A pa e vreni sa e rëndësishme është? Vjen njeriu i dytë. Thotë Allahu i thotë bëjmë na çet dytin. I dyti është alim lexuesi Kur'anit. Edhe alim, edhe lexuesi Kur'anit. Bëjmë na çet dytin. Thotë ty të është dhënë mundësia, me pak zbërthim për tham hadithin. Të është dhënë mundësia më ka alim. Ti hapa rrugë, nuk u kërkaj ke prej teje shumë me punu. Po ti hapa rrugë tjertë puna ishin për ty, ti qeshin parët për studimet e tua atje, kërejt ti qeshin hazer, tu dhon ke mundësia, edhe su kërkaj ke kërgjon prej teje, dhe arrit e dijen. Edhe mësuve Kur'anin përmendesh, edhe dija tu dhon, edhe u bone prej ma të vequme në dije. Për çka shfrytëzove këtë dije ti? Këtë Kur'an, këtë dije, për çka shfrytëzove? Robi, thot pejgamberi alayhis salam, robi ja kthen ditë gjykimit dhe i thot: O Zoti i madh, unë e dijen çka më dhove ti, e kam shfrytëzu veç për ty o Zot. Allahu Azza wa Jall i thot atij, Allahu i thot kedhebt, gënjeve. Dhe transmetimet e tjera dhe meleket rrethi çka janë, i thujnë gënjeve. I thujnë shumë njerëzve të dijes. Edhe shumë hoxhollarëve. Zoti e boft hajër. Dhe mendim jam është që në ditët e sotme nashta është rrit numri i kësaj nivelit të njerëzve të dijes. Nëse muj mi thon tani njëri dijes, që dijen nuk e kanë për hir të Allahut, por e kanë dijen për mi dol emri, e kanë dijen për me shit dijeni para të tjerëve, e kanë dijen për me ditë me i debatu njerëzit, e mos me pos dikush me mujt me i debatu, edhe të ngjashme, ama jo për Allah. Jo për Allah, edhe rejeni doherë, kur t'i këshirë me historikun e të parëve tonë, ka pos për tyne që si t'ju kanë bo një 5-6 nëzonca, që i vishin rejtë, jo që i lypë kënë zonca taj. Na që i lypmi, për në të lypës për në vinë mësu. Po, jo që i veç që nishin që filani është, ata ju të bëjshin. Si mërshin vesh 5-6 veta, a e ndrej ke venin. Shë kemi një vend tjetër. Zdoj kemi dole emri. Ndërsa, Allah i thët, ti dijen tonë, për shka është fëllzove? A për ty, o Zot, Allah thët për gënjan. Dhe meleket rejtit i thujnë për gënjan. Dhe i thët melekve kapne ngrihne zhak për fytyrën e tij dhe herën në zjarmin e xhehenamit. Pa njeri i dytë me të cilin niset zjarmi i xhehenamit është hoxha. Nuk është bash lehtë hoxha me vallalloj. Niset me hoxhën. Hoxhën që nuk e ka pas dijen për hir të Allahut, dhe i treti është ai që ka qenë sadakadhënës, thotë bëjmë na çaton, ai ka dhënë shumë, ka në rejtë, ka bon, ka shumë njerëz i kanë ndihmuar sene,
Allah e thot, për kanë e shfrytëzove këto, për kanë e ke bon të, për ty o Zot e kom bon, kërejt që kom post për ty, kom lojë një më isha të varfërve, nëse kishte nevojë xhamia më ndihmoj një më isha, nëse Allah e thot po rran, po gënjen, meleket i thonë po gënjen. Thotë se këta ke bon veç me të thonë njerëzit je bujar. Për sa të kujdesshëm banu. Allah e thot në xhami ka kinat sandukun atë, edhe kur shteni sa më sheft më mirë. Të portun për këtë arsye, të portun i kanë rujt veprat e mira, më shumë i kanë shef veprat e mira, më shumë se sa na që i mshefmi veprat e këqija. Ata i kanë shef veprat e mira. Se ndi gjykimit çka i thot atij gënjeve, se sa ta ka dhënë s'ke qenë dhe je kon me të thonë njerëzit që je kon bujar, dhe të kanë thonë. Dhe të kanë thonë, kështu që i të kap në hitën e zemrës. Apo e vrejnë se sa e rëndësishme është me post njëtin e mirë. Inshallah për njëtin henez do të flosmi edhe pikat e tjera në javën ardhshme inshallah, dhe krejt këtu kanë të bëjnë me hadithin e parë që ka sjell Imam Neveviu, i cili gjendet në sajnë e Buhariut të Muslimit, veprat që përblehen sipas njëteve. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.